Zgjedhjet lokale që sapo u mbyllën në Kosovë janë të rëndësishme jo aq për kryetarët që do të drejtojnë komunat në Kosovë, por për koalicionin e ri qeverisës në Kosovë, pasi do të jenë një test i ri elektoral në manovrat e stërzgjatura 8 mujore për të formuar qeverinë pas zgjedhjeve të shkurtit. Kriza e formimit të qeverisë në Kosovë është ndoshta një nga krizat më të gjata në botë për ndryshimin e pushtetit pas zgjedhjeve për shkak të mungesës së vullnetit për t'u nënshtruar rregullave demokratike. Kryeministri Albin Kurti refuzoi të negociojë një koalicion pas zgjedhor, pasi nuk arriti të marrë mbi 50% të votave dhe e futi vendin në një krizë procedurale kushtetuese, duke qëndruar 8 muaj kryeministër i paszgjedhur, me qëllim që zgjedhjet e sotme ta gjenin në detyrë si kryeministër. Tani, ky objektiv i tij u arrit, por jo edhe objektivat elektorale. Nga exit polli i parë del që vetëvendosja ka shumë mundësi që nuk fiton asnjë komunë në raundin e parë, ndërsa së paku 4 komuna fitohen direkt nga LDK dhe PDK. Pjesa tjetër do të shkojë në balotazh dhe nëse koalicioni opozitar PDK-LDK përfshirë dhe AAK-n arrin të tejkalojë problemet mes tyre dhe mbështesin njëri tjetrin në balotazh, kanë shanse që ta lënë vetëvendosjen vetëm me një ose asnjë komunë të fituar. Për këtë arsye, rezultati i zgjedhjeve sonte ka më shumë rëndësi për të kalitur një aleancë të re opozitare të bazuar mbi testet e reja sesa për vetë pushtetin lokal në Kosovë. Gjatë këtij muaji, ky rezultat do të jetë testi që do të japë energji të re krijimit të një qeverie koalicioni ose shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme, duke u bazuar ndër të tjera mbi këtë rezultat. Kjo i bën këto zgjedhje lokale si zgjedhjet me rëndësinë më të madhe politike sesa zgjedhjet e tjera, edhe për shkakun se vetë kryeministri Kurti punoi me vetëdije të mos dante pushtetin me të tjerët ose të mos e dorëzonte atë deri në këto zgjedhje, edhe pse është një dështim spektakolar i aftësisë së Kosovës për ndërtimin e shtetit të saj. Rezultati, i cili pritet të bëhet publik deri në mesnatë, do të shërbejë për të trimaruar opozitën të bëhet bashkë për zgjedhje të reja ose për të trimaruar Albin Kurtin të vazhdoj i vetëm të këmbëngul të qeverisë Kosovën, edhe pse nuk i ka votat e nevojshme për kryeministër.